Aurelia Gaçe me lot në sy, e motra e surprizon me mesazhin e veçantë. Ti nuk e di, por e motra e Aurelia Gaçes, Blerta, e cila jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e surprizoi me një mesazh dhe rrëfim teje të veçantë. E kam pak të vështirë që të shpreh të gjithë çfarë ndjej. Ti e di që ne si familje kemi problem t'i bijem shkurt, ase na pëlqen të flasim i qi. Po të drejtohem fillimisht si artiste, më ka habitur gjithmonë thjeshtësia jote. Ke qenë gjithmonë me këmbë në tokë. Ke ditur t'i përballosh sfidat dhe suksesin e madh. Është një nga cilësitë e tua të cilat unë t'i admiroj më shumë. Tani po të drejtohem si motra ime e madhe. Nuk ka pasur motër të madhe më të fiksuar me motrën e vogël se sa ti. Më ke vënë emrin para se të lindja, u thoje njerëzve do më lindi mami Blertën. Që vogël, më rregulloje më vishje, më shtyje të kërceja. Kur u rrita më merrje me vete në studio e koncerte. Po e mbyll me një histori, detajet e së cilës ti e ke i di. Kur u largova nga familja 15 vjeçe për në Amerikë. Ti e di që stopi im i parë ka qenë Budapest. U mora në telefon, kur flas me ty në telefon, u preva se dëgjova që ti kishe qarë. Ti nuk e di, por unë atë natë kam fjetur me rrobat që u nisa nga Tiranë. Nuk e dija kur do ju shihja juve dhe ty. Nuk e konceptoja dot jetën time pa ty. Lidhja jonë është e pathyeshme, të dua pa fund, ishte mesazhi i motrës së Aurelës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.